është sindromi që ka ai, që është narcisizmi malign, dhe narcisizmi në thelbin e vet buron nga një traumë infantile, konsiderojnë psikologët, që e ka bërë njeriu që të ndërtoj një unë glorios për të mbuluar ato dobësitë e veta dhe të shfaqet gjithmonë me këtë unin glorios, me këtë që është si një mbrojtëse, si një mur mbrojtës i dobësive të brendshme, dhe mbajtja e këtij uni glorios në këtë rast, në rastin e këtij, është e lidhur me mbajtjen e pushtetit, sepse e ka krijuar uni i tij glorios, që figurën që propagandon, që i tregon dhe vetes, sepse nganjëherë ky uni glorios është gati i pavetdijshëm, ai e beson se është ashtu, pra është i lidhur shumë me pushtetin, sepse po t'i bjerë pushteti, i duket sikur i bie ky uni glorios dhe bie në gjendjen e një traume të rëndë, të cilën kërkon ta evitoj me çdo kusht. Në kushte normale njerëzit që vuajnë nga kjo smundje e kanë vështirë të kurohen, sepse thot Freudi që narcisizmi që të ndërtosh, që të shërohesh psikologjikisht, domethënë nga kjo smundje, është shumë e rëndësishme që ti të vendosësh një dialog me veten për këto gjëra, për këto shtysa që ke, dhe dialog dhe me psikoanalistin. Mirë, po përgjithsisht këta njerëz që, siç e thash, nuk janë të aftë të dëgjojnë një kritik, janë dhe të paaftë të ndërtojnë një dialog qoftë dhe me psikanalistin. Prandaj, sepse çfarë bën në fund fare psikanalisti? Psikanalisti të ndihmon ty që të rivendosësh dialogun me vetveten, që të kuptosh pra se çfarë të ka çuar te kjo, të rish ta kuptosh vetveten se nga të vijnë këto trauma. Mirë, po në rastin e narcisistit, siç e thash pra, as dialogu me psikologun dhe as dialogu me vetveten nuk janë të mundur, prandaj është një situatë e keqe, nëse do një shembull ekstrem, do thoja, një sindrom e tillë mund ta ketë pasur dhe Hitleri, i cili deri në fund, deri kur Berlini po pushtoi dhe ai ishte për bërë vetvrasje dhe bëri vetvrasje, ja vuri fajin popullit gjerman për gjithë ato që kishin ndodhur. Nuk mendoj një herë vetëm që kam unë përgjegjësi këtu për këtë që ka ndodhur, për këtë tragjedi të madhe që kam shkaktuar dhe popullit tim. A mendoni që Rama do shkojë deri aty sa të shkatrojë komplet Shqipërinë dhe popullin e tij pikërisht për këtë narcisizëm? Unë mendoj që në kontekstin shqiptar, se ai ka aftësi që të bëj lufta e këto Shqipëria, s'është për një rast ekstrem, ai e ka shkatruar Shqipërinë në një farë mënyre, sepse futja e krimit të organizuar, e një ekonomie të bazuar mbi krimin e organizuar në Shqipëri ka krijuar një tumor të madh dhe i ka lënë shqiptarët krejtësisht jashtë mundësive të zhvillimit të një ekonomie të shëndosh. Të gjithë ikin, kush do të jetojë ndershëm këtu, kush do të jetojë me mundin e tij, shkon në perëndim, dhe këtu Shqipëria po betonizohet vazhdimisht me ndërtime që janë të nevojshme, po janë, siç thash, një tumor që rritet dhe një tumor që rritet derisa vret trupin, thon, apo jo. Ai e quan zhvillim që shqiptarët nuk e kuptojnë. Shiko, zhvillimi edhe në vendet perëndimore, ku ka ata që janë për zhvillimin, është studiuar tashmë që zhvillimi dhe cilësia e jetës nuk shkojnë paralel, sepse nëse ti betonizon, supozojmë, ndërton, hedh beton, kjo e rrit zhvillimin, atë GDP-n që quhet. Por nëse kjo të merr ajrin e pastër, nëse kjo të helmon, nëse kjo të bën, cilësia e jetës vjen duke rënë. Pra, edhe në botë ku ka ekonomi, po themi, shumë më normale, ku nuk pastrohen para, po kur ka njerëz që janë të gatshëm të, ju keni parasysh,
edhe kur bëhen tani pse është bërë aq shumë kundër industrisë së karbonit për shembull, apo jo, ha? Se ti mund të shposh nxjerr karbon e përdor me karbon. Mirë, po e ka luftuar bota karbonin sepse krijon ato ndotjen atmosferike e cila krijon 1000 probleme dhe për shëndetjen e tjera tjera. Ashtu si kurse edhe çimentifikimet, ku di unë, apo thuaj po deshe, edhe gjithë to tragetet e mëdhaja që transportojnë në oqean mallra pa fund, edhe ato bëjnë një ndotje të pafundme të oqeanit dhe janë probleme për botën sot. Sepse dëmtojnë pra cilësinë e jetës. Kurse këtu nuk është fjala as për këtë lloj zhvillimi. Këtu bëhet fjalë, si ta thash, e po e përsëris, për një industri pastrimi parash që nuk është se plotëson nevojat për banim të shqiptarëve, nevojat për supermarkete, apo qoftë dhe nevojat për të pasur një vend ku të kalojnë pushimet në plazh. Ato janë industri që pastrohet kjo para, i quajnë banka betoni në Shqipëri, ka fjalë tash për këtë, banka betoni ose parkim parash. Këto në një afat, në terma afatgjata, këto do ngelen si tumore, pra si trup pa jetë i Shqipërisë, që po shkatrojnë bukuritë, po shkatrojnë cilësinë e jetës, por që do të pengojnë edhe aftësinë e shqiptarëve për të kulturuar, për të profesionalizuar, për ndërtuar një ekonomi të shëndosh, pra me bujqësi, me agroturizëm të shëndosh, me industri përpunimi ushqimor të lehtë, apo të tjera mënyra të ekonomisë së qëndrueshme që janë në botë normale. Shqiptarët nuk po e bëjnë më këtë dhe e gjithë kjo ekonomi nesër do jetë e pavlefshme. Për t'ju kthyer edhe një herë dhe për ta përmbyllur, qartë. Marrëdhënies suaj me Ramën dhe ose më saktë sulmeve të Ramës ndaj jush, a mendoni që thellë ai sheh tek ju atë intelektualin e lirë që nuk ka nevojë për pushtet dhe poste, gjë që ai nuk e arriti kurrë dhe kjo është një lloj xhelozie? Unë them më thjesht ai shef një të vërtet që e di që ekziston edhe që tërë jetën është munduar ta mbulojë dhe që kur më sulmon mua, sulmon pikërisht dhe atë zërin e asaj të vërtetës nga brenda tia, që ja thot dhe ai se pranon dot atë, sepse po të pranoj atë, i shëmbet gjithë kjo gënjeshtër e madhe që ka ndërtuar. Ky uni glorios që është. Dhe në fund fare, çfarë ju jep ende shpresë te kjo Shqipëri dhe cili do të ishte mesazhi që do t'i jep një të riu që jeton atje dhe që duhet ta ndërtojë të ardhmen e tij në Shqipëri? Mesazhi im është shembulli një aktivisti amerikane që për të mbrojtur një pyll me pemë të vjetra që donte ta prishte një kompani, nuk e di çfarë kompanie ishte ajo. Ajo ishte aktiviste ekologjike. Hipi në një nga këto pemë të këtij pyllit edhe jetoi 2 vjet tek ajo. 2 vjet. Atje flinte, atje hante, atje e ndihmonin sigurisht njerëzit që ishin poshtë, derisa fitoi betejën. Kjo për mua, ky pylli për shqiptarët duhet të jetë kjo Shqipëria që duhet ta mbrojmë, ta shpëtojmë për jetën e tyre. Kryesisht duhet të kenë kurajën e kësaj aktivistes, edhe pasionin edhe dashurinë e kësaj aktivistes për pyllin, ta kenë për Shqipërinë, edhe që nesër të gëzojnë një Shqipëri. Përndryshe Shqipëria do jetë e këtyre banditëve që po shtohen.